Në qoftë se dua të llogaris minimumin midis disa qelizave të caktuara ose midis kolonave, rreshtje me radhë, na shërben formula min. Hapim shenjën e barazimit, klikojmë tek min dhe mjafton të zgjedhim ato, po themi, qeliza të cilat unë dua të gjej minimumin, supozojmë në këtë rast dua të gjej cili është sasia minimale e shitjes, japim enter dhe shohim që vlera më e vogël është 5. Në qoftë se unë dua të gjej minimumin por me një kusht të caktuar, kemi min i fs. Shenjën e barazimit dhe këtu tani unë do gjej minimumin por duke vendosur një kusht të caktuar. Supozojmë do të gjej minimumin e çmimit të shitjes. Në këtë rast, minimumin e çmimit të shitjes i cili është shitur në, po themi, në qytetin e Tiranës. Vendos kushtin, pra Tiranë. Dhe vendos dhe kushtin tjetër, pra dua të gjej çmimin minimal të shitjes, të shitur në qytetin e Tiranës, po themi nga menaxheri Alban. Në këtë rast shohim që Albani në qytetin e Tiranës ka shitur me çmimin minimal barabart me 2500 lekë. E njëjta logjik funksionon nëse dua të gjej maksimumet. Themi maksimumin e një rreshti të disa qelizave të caktuara është formula max, shenjën e barazimit. Mjafton zgjedh ato qeliza dhe gjej automatikisht vlerën më të madhe. Nëse dua të gjej vlerën maksimale por me një kusht të caktuar është max i fs. Shenjën e barazimit dhe funksionon me të njëjtën logjik si tek min i fs. Supozoj dua të gjej shitjen ose çmimin më të lartë të shitjes. Në këtë rast këtu gjeta çmimin minimal të shitur në, po themi në këtë rast në qytetin e Tiranës. Nga menaxheri Alban. Pra dua të gjej se cili ka qenë vlera minimale në këtë rast dhe maksimale me të cilin Albani ka shitur në vlerën në qytetin e Tiranës. Nëse dua të zbres dy vlera, është shumë e thjeshtë, hap shenjën e barazimit. Supozojmë dua të bëj një zbritje, subtraction. Hap shenjën e barazimit dhe dua të zbres, po themi, nga qeliza e parë, zgjedh të zbres qelizën e 25 të merra. Pra thjesht zgjedh një qelizë dhe pastaj numrat që dua të zbres, nëse dua të zbres dhe numra të tjerë, shenjën minus dhe vazhdojmë të zbresim dhe elemente të tjerë dhe në fund ajo na jep vlerën. Nëse dua të bëjmë një shumëzim, multiplication, hapim shenjën e barazimit dhe zgjedhim vlerën, supozojmë do të zgjedh sasinë e shitur, në këtë rast 30, shenjën e shumëzimit dhe çmimin e shitjes dhe mjafton të jap enter. Nëse dua të bëj division, pra ose pjesëtim, zgjedh dy numra që do të pjesëtoj, numrin e parë, shenjën e pjesëtimit dhe numrin e dytë. Pra shenja e barazimit këtu, numri i parë pjesëtuar me, po themi, numrin me një numër tjetër që unë dua të pjesëtoj, nëse kam në këtë rast vetëm dy numra. Nëse dua të gjej përqindjen, atëherë nuk ka një formulë eksakte për këtë, por kjo duhet bërë manualisht. Supozojmë dua të gjej kjo sasia e shitur këtu, cili është raporti i saj me totalin. Atëherë për këtë arsye mund të bëj diku këtu një veprim që është shuma e gjithë kësaj kolonës, pra e gjithë sasisë së shitur, jap enter, dhe këtu pastaj veprimi që do të bëj është të pjesëtoj këtë sasinë që kam këtu me totalin e saj dhe marr një numër që në këtë rast 2187 pjesëtim, pra S4, në këtë rast sasia e shitur pjesëtuar me 2187
Dhe për ta gjetur përqindje, sigurisht që ky numër këtu mjafton të shumëzohet me 100% barabart ky numër herë 100 dhe marrim në këtë rast 1/37, ose mjafton të shkojmë ke ky numër këtu dhe klikojmë direkt dhe e paraqesim si një përqindje dhe del 1% në këtë rast. Mund të arrisim edhe të nëse duam, meqense këtu ka dalë 1/37. Pra, por është një veprim që duhet të bëhet në mënyrë manuale, pra pa u bërë kjo llogaritje nuk e nxjerr direkt përqindjen.